Një pjesë e madhe për jush gjatë këtyre ditëve më keni pyet kush me kanë po ban koalicion, ose masaktësisht me kanë po ban me vendosja koalicion. PDK-ja ka thonë jo, PDK-ja ka thonë jo, kur qysh edhe VV-s janë kushtu alternativat. Do t'jetë, sipas gjitha gjasave, do t'jetë një qeverisje me jo shumë numra, do t'jetë me 61 numra, do t'jetë qeverisje e cila nuk mund ta zgjidhë çështjen e presidentit, prandaj mund të shkojmë ndoshta prapë në zgjedhje vitin e ardhshëm, nuk do të mbetet të shihet, po gjitha mundësit, gjitha numrat, gjitha alternativat të çojnë në një parti me të cilën vetë vendosje ka program bajagit të ngjashëm. Dyat janë parti social-demokrate, thirrën e social-demokraci, e këto janë dhe Nisma. Nisma pra ka 3 deputet dhe së bashku me 48 deputetet e vetë vendosjes do të bëjnë 51 dhe me minoritetet jo serbe do të bëjnë 61 e me nëna Rashishin 62, pra të thonë jo 61, do të shkapim për 62 deputet. Pra, ky do të jetë koalicioni i ardhshëm qeveritar sipas gjitha gjasave, gjatë javës së ardhshme do të pritet që të certifikohen zgjedhjet, do të nisë me hapa të shpejt ndërtimi i qeverisë së re, pasi që me zoti Kurti duhet të jap dorëheqje, gjithë ministrat që janë zgjedhur duhet të japin dorëheqje para certifikimit dhe pastaj do të shkojmë tutje me qeverinë e re, me negociata me qeverinë e re.